FB TV. Unë jam një vajzë 23 vjeçe dhe studioj në vitin e fundit për ekonomi. Dega ime ka të bëj shumë me matematiken. E për të qenë e sinqert, matematika nuk ka qenë asnjëherë pika ime më e fortë. Por këtë vit gjërat ndryshuan. Kjo ndodhi vetëm për një arsye. Profesori im i matematikës po më pëlqente. Ai ishte 45 vjeç. Ishte një burr shumë serioz, i cili vinte gjithmonë në sallë i veshur me kostum ose me këmisha të hekurosura mirë. Nuk ishte nga ata profesorat që bën shaka me studentët apo që e humnin kohën e leksionit me bisedat e kota. Ai hynte në sallë, hapte librat e tij dhe fillonte të shkruante në derasin e zezë për shumë minuta. Kishte një qëndrim shumë të prerë, një zë të qartë dhe një portret që të ngjallte me një herë respekt. Që në javën e parë, unë fillova të tërhiqesha shumë pas tij. Me pëlqente qetësia e tij dhe mënyra se si i injoronte zhurmat apo ankesat e studentëve të tjerë. Fillova të ulesha gjithmonë në rreshtin e parë të sallës. E ndiqja me vëmendje çdo lëvizje që bënte, por ai nuk më vinte fare re. Për të, unë isha thjesht një numër tjetër në listën e gjatë të studentëve që thjesht duhet të kalonin lëndën. Nuk më bënte asnjëherë pyetje të drejtë për drejtë, dhe kur mbaronte leksioni, mblidhte gjërat e tij dhe dilte pa kthyer kokën pas. Kjo indiferencë e tij filloi të më nxiste edhe më shumë. Vendosa që nuk mund të rrija thjesht e ulur në rreshtin e parë, duke pritur që ai të më vinte re rastësisht. Fillova të bëja gjestet e vogla për t'i tërhequr vëmendjen, gjëra që një studente tjetër e zakonshme nuk do t'i bënte kurrë. Një ditë, po ecja vetme në korridorin kryesor të fakultetit, e korridori ishte i gjatë dhe i ndriçuar, e nga ana tjetër po vinte ai, me çantën e tij të lëkurës në dorë. Kur u afruam, unë nuk e ula kokën siç bënin të gjithë. Eca me ritëm të ngadalt, duke hedhur hapat një pas një, e pash drejtën e sy, dhe teksa po kaloja për briti e ai po më shikonte, ja kafshova buzën time të poshtme me një buzëqeshje të lehtë, e ai e vuri re me një herë. E pash që u step pak në ecje, por nuk më tha gjë, ktheu kokën nga ana tjetër e vazhdoi rrugën e tij me hapa më të shpejtë. Unë nuk u ndala me aq, me pëlqente ajo lojë dhe doja të shihja se sa gjatë mund të haruante ai atë masken e njeriu të ftohtë e të paprekshëm. Disa ditë më vonë, isha duke pirë kafe me 2 shoqet e mia tek bifeja poshtë universitetit. Ai hyri brenda për të marrë një kafe në dorë, e gjatë kohës që po priste te banaku, u kthye të na shihte nga tavolina jonë. Shoqet e mia po flisnin për diçka tjetër dhe nuk e kishin mendjen. E sapo ai ktheu kokën nga unë i shkela syrin pa asnjë lloj fshehësie dhe ja bëra me sy. Fytyra e tij u skuq, u duk qartë që u vu në siklet. E mori gotën e kafes, pagoi shpejt dhe doli jashtë përsëri pa kthyer më shikimin. Për mua ai reagimi i tij ishte një fitore e vogël. Tani e dija shumë mirë që ai jo vetëm me kishte vënë re, por me siguri do kishte menduar edhe këtë gjë për mua. Megjithatë, gjatë leksioneve, ai vazhdonte të sillej po njësoj. Me trajtonte si asgjë, sikur të mos ekzistoja fare. E kjo gjë vazhdoi gjatë gjithë semestrit të dimrit.
Nga njëra anë, kishim atë heshtjen absolute brenda në klasë dhe nga ana tjetër, nga çmimet e mia nëpër korridore, të cilat ai bënte sikur i injoronte, por e dija se e kishin nxjerrë nga natyra e tij e qetë. Erdhi koha e provimeve të fundit. Provimi i tij ishte i fundit fare. Atë ditë kishim pasur një rrebesh shiu dhe koha ishte mjaft e vërejtur. E ne e bëm provimin me shkrem në sallën e madhe, e pasi mbaroi koha, të gjithë studentët dorëzuan fletët dhe ikën me nxitim në shtëpi. Përveç provimit, ne kishim edhe një detyrë kursi që duhet ta dorëzonim fizikisht po atë ditë. E unë e kisha mbajtur detyrën në çantë dhe vendosa të prisja. Qëndrova në katin e dytë të fakultetit, derisa u sigurova që e gjithë ndërtesa pothuajse ishte boshatisur, e nuk dëgjohej më asnjë zhurmë studentësh, vetëm zhurma e shiut që përplasej pas dritarëve të fakultetit. Zbrita shkallët dhe shkova drejt sallës e tij. Derën e kishte pak të hapur. Hyrja për në sallë ishte nga pjesa e sipërme, kështu që nga aty mund të shihje të gjithë sallën e madhe bosh. Poshtë fare, tek tavolina kryesore e profesorit ishte ai, dhe ishte vetëm, e po sistemonte fletët e provimeve e po i fuste në përdosje. Fillova të zbres shkallët e asaj salle një nga një. Hapat e mi bënin një hon në atë hapësirë të madhe, e ai e ngriti kokën kur dëgjoi hapat e takave të mia e me pa teksa afrohesha, por nuk foli. Kur arrita poshtë fare, eca drejt tij dhe dola përpara tavolinës së tij të punës. Nxora detyrën e kursit nga çanta dhe e lash mbi tavolinën prej druri. Je e fundit që e dorëzon, më tha ai. E di, i thash, doja ta sillja kur të mos kishte njerëz të tjerë vërdall. Profesori e ndaloi punën që po bënte me ato provime. Për herë të parë, me buzëqesh i lehtë, me një buzëqeshje që nuk ja kisha parë asnjëherë gjatë leksioneve. I kam vënë re gjestet e tua nëpër korridore gjatë gjithë këtyre muajve, më tha ai, sepse nuk kishte më asnjë arsye për të ruajtur rolin e profesorit indiferent. Tani ishim vetëm ne të dy, e unë këtë mezi e prisja. Për çfarë e keni fjalën? E pyeta unë, duke bërë sikur nuk kuptoja gjë. Ai doli nga pas tavolinës, e bëri dhe ca hapa drejt meje. Tha, ti e di shumë mirë se për çfarë kam fjalën. Ato kafshimet e buzës, kur kalojmë pranë, dhe ato provokimet, kur je me shoqet e tua, nuk duhet i bësh më me mua, më thaj. E pse, i thash, duke ecur përpara e duke shkurtuar edhe më shumë distancën mes nesh. Mos te ka hyrë friga se nuk e mban dot veten, i thash atij. Në atë moment, ai u kthyen nga dera e sallës, ajo që përdorin pedagogët për të hyrë tek tavolina atyre, shkoi dhe e mbylli. Zhurma e braves që u mbyll ishte e vetmja gjë që u dëgjua. E kjo ishte një përgjigje që unë e doja. Kur ai erdhi, e unë ju ofrova plotësisht, duke qëndruar përballë tij, pa lëvizur as pak, thjesht duke e pritur, ai ngriti dorën dhe me preku lehtë fytyrën. Ti je e rrezikshme për qetësinë time, më tha. Po flet sikur profesori i letërsisë, i thash atij. Shëlirohu, mos ke turp. Pse je kaq në siklet? Ndoshta jam rrezikshme, ju përgjigja unë. Por, pas atyre fjalëve, ai nuk priti asnjë sekond tjetër. U ofrua e me puthi aty. Ishte një puthje e fortë dhe e plotë, një puthje që e kisha pritur që shumë kohë. Pastaj, me mori për dore e duke me shtyr pak, me uli
mbi tavolinën e tij, edhe më erdhi shumë pranë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe. Të gjithë ata që duan ta vazhdoj historinë deri në fund, komentoni që ta vazhdoj.